Jenë ataku, dhe më thonë o gjëllorët, a ka posa o gjëllorët të rekrutu si oficer të Po UDB-ja nuk kursente as hoxhëllar, unë e kom thënë edhe në të shkrimet e meje, as profesor, as mësus, as asimtar, as doktora, as profesora. Kush ka qenë, dhe më thonë, mujna me full se ti zakonisht nuk pritar me full edhe me emra pasë nafe. A ka pos na i huq që dije që ka qenë? Po ka, plot ka, po une nuk e kom radhën sondet përmendi me hoxhëllar me emra. A ka pos hoxhëllar për Ka, Kosovës? plot, sigurisht. Nuk kanë, mjafton njerëzit të lexojnë një libër të Ibrahim Kadriut, Kadri Ibrahimit, Misioni Rus. Ai tregon për Mulla Adnanin, ka qenë imam në Prizren, xhamin e Prizrenit, por emri i vërtet e atij ka qenë Kazimir. Ka qenë rus. Do me thënë, shërbimet sekrete ruse që në ka shumë të hershme kanë instalu duke manipulu me fen muslimane, me hoxhëllare, me ashtu, edhe në të mënyrë se hoxha ka pas punë me xhamatin, me imamit, edhe kam lidh informacione që kanë qenë të nevojshme, relevante për një shërbim sekret. Është e ki edhe një fragment të ku thu rruga e xhihadit në Kosovë. Për rruga e xhihadit, për shkak se xhihadi ka qenë, edhe çdo organizat tjetër terroriste kanë qenë në dorë të shërbimeve sekrete. Në kohën, unë flas për kohën e komunizmit, UDB-ja, Bin Ladeni ka qenë në Beograd. Ai terroristi spanjoll që e kanë quajtur një, edhe ato, po UDB e ka pas krahët gjajt, Titoja e ka pas kolonelin Gaddafin. Gaddafi ka qenë marshë Titos. Pse e përmendin, dhe me thonë, se për të nërpres, e përmendin në foqe 242, e përmendin edhe Rexhej Surrui? Përshive për shkak se në përmes Gaddafit, Gaddafi ka finansu organizata terroriste, si ETA e tjerë, për shërbimet e atëhershme komuniste jugoslave, edhe diplomatët e vetë që i ka pas shqiptar, kanë qenë gjithë në kontrollin e shërbimit. Jo vetëm hoxhëllarët që i tha e parë, diplomatët. Të Gaddafi që po të ndërprej për opinionin, Gaddafi e ka kryer Akademinë e Mbrojtjes në Beograd, bashkë me një grup oficerësh të cilët kanë ikë nga Beogradi në kthyer në Libi. Këtu deshta pak. Ashtu, saktë. Edhe tani për të pas mbikëqyrje mbi këto organizata terroriste, një shërbim sekret siç ka qenë UDB-ja, e ka përdorur edhe Gaddafin, cilët kanë finansu, madje nëpërmes të diplomatëve siç ka qenë Rexhej Surrui. Pra po doni me thonë që Rexhej Surrui ka punu për UDB? Po kush s'ka punu atër, ato nuk janë vënë diplomat këtë pa dhënë dritë jeshile UDB-ja. Për opinion Rexhej Surrui është baboi, që është akuzeron është baboi Veton Surrui. Le të jetë akuzeron, Veton Surrui ka shkruajt një libër, Dosja e emigracionit shqiptar. Po ai nuk ka punu në UDB Vetoni që ti ketë gjitha ato materiale që ka botu 300-400 faqe libër. Po ai ka marrë për një elaborati i cili ka qenë ke 100 sa faqe, të tillë elaborate shërbimit sekrete, qoftë krahinare që ka qenë, qoftë të republikave, në çdo 6 muaj kanë bërë nga një elaborat i cili ka pas numër të veçantë të regjistruar, edhe çdo ekzemplar kuj personaliteti ja dorëzoi, qoftë të diplomatëve, qoftë shefave të UDB-s, qoftë Partisë Komuniste, ato kanë shku këtë me shifra. Se nave kjo është akuzeron, dhe më thonë se... Po le tjetër, le të shkojnë le t'i hapin arhivat a gjenë Beograd, në Batajnic, ka ma pak një 50 maune, di që është maune? Në Shqipëri u thujnë maune atin e shleperave mdhej. Ato t'i mbushish me arhivat sekrete që i ka sot e këtë ditë Beogradi, sigurisht një 50 maune i mbushën. Edhe ati që ati e kje fatin tragjik të kombi shqiptar. Po duhet do gjaja edhe t'i kursejmë për hirë të interesit kombëtar, do gjaja duhet edhe të mbrohen, të mbahen, por jo të tillët që kanë qenë diplomatët e mandej ETA, ato organizatat, kur e morën vesh për Rexhej Surruin, si është involvuar për armët
që i kanë dash t'i qonë udba t'i merë andi, e varin më ndi të ura e Barcelonës. E kanë byt. E varet, edhe... Kalëm të Fatme Shehu dhe miku i emisionit e partijë shumë që jelë. Vetëm një pyetje du m'ja bon. Po. Ta shfrytëzoj. Po, urda. Në bisedën që në zhvillove, në fillim thove për udbën organizimin, Krekpot ka qenë anti-shqiptare. Nuk e përdore anti-islame, anti-musliman. Dhe më thonë, ekskluzivisht udba ka pas synim anti-shqiptarizmin. Po mu, kur më kanë marrë, më kanë qenë një arsimtar, atër më kanë marrë në UDB, thash, ka do të punoj unë në UDB, qështë e UDB, për bashkim vllaznime, për dreta njerëzore, për këtë që ata... Jo, dishta më të bëj, këtë time e ka në një qëllim tjetër. E kuptoj, po do të vi unë aty. Po ma shkurt përgjigje. Edhe unë thash, babaj tim thash, qenë ka mirë, po shkoj unë atje. Vaj përdorte ka qenë nga Beogradi, përdorte do slavizma, thash ka thama, na i shërbimi ha njerëzit natën. E më ndit edhe të njëshën vishin mendje fjallët e babës. Po kjo që thot timi, shërbimi i UDB-s në përmes doktrinave të fejës islame, në përmes të personaliteteve disa hoxhëllarëve, të cilët kanë qenë të regjistruar në kartotekat. Kush ka qenë? Mujna me përmenda një, po se Po ka me qinda o gjatë. Për shembull një, Po nuk du të përmendi unë me qinda. Përmende ndonjët Macedonisë. Po ki e plotë, zëti prej atje ka to. Përmende, nëse kum qenë, unë thuj edhe ti ke qenë. Jo. E kush ka qenë për se na feba? Mujna me përmenda sa unë dhe me publikon. Jo, nuk përmendi, unë po ka, e ka hap një temë shumë interesante. E di, se ka hap një temë shumë interesante. Me lazem kjo është sfera jote. Timi për ta me thonë që nuk e ka luftu fejën, për e ka luftu për shemë, unë jetoj në Republikën e Macedonisë. Dune jam shtetas i Republikës Veriore të Macedonisë. Dhe, normal, nuk mund bo është i ambasador i Republikës Macedonisë pa kalu filtrat e sigurimit. Dhe tani une haptas i them se disa njerëz janë vëndu në shërbim të islamizimit të mërgatës shqiptare përmes ambasadave të Republikës shtetit Macedonisë. Unë du të asho shtetin e Macedonisë si shtet laik dhe jo si shtet të infiltrohet në përqendrat ekskluzivisht islamike me emrin shqiptare. Ose mone vetëm islamike, hisnë shqiptare, po pse me përly emrin e shqiptarve. Ti e përmena onën e vjetër të udbës në sot i kemi në Macedoni. Për shembull, Afrim Goshi ka thonë pa implikimin e Turqijës nuk ka pasë në Ballkan. Unë jam rrit me frymën pas zgjedhjen e çështjes shqiptare nuk ka pasë në Ballkan. Janë di botat kundërta mes meje dhe Afrim Goshit. Afrim Goshi është zgjedhje e dashurisë Mickovskit me bë kryetar parlamenti. Afrim Goshi e lip votën në emër të Palestinës,